kemi dal me kasit, kemi dal me prashit, kemi dal punë fushës. Tepër jemi liru. Tepër jemi liru, tepër se përpara ka dal një për një shtëpie. Tash po del krejt komplet. Sa mundesh me na kallëzum fillim për fëminin tonë, për jetën që shkon atëherë për shembull. Çka ka dallim që ajo fëmini pej fëminisë që bëhet tash për shembull. Cili është dallimi? Dallimi është shumë i madh. Pse vëllu? Pse unë në kohën si fëmijë kur jam konë, fshatin Borne kum lind. Janë kanë kushtet në ekstrem trauma. Vështira. S'ka pas rrugë, s'ka pas infrastrukturë. Kemi jetu me një familje 60 antar të familjes. Po. Edhe nuk krahasohet me sodën, me kushtet e sodit. Kushtet e sodit janë veç Zoti që ka ditë një mrekullimin e unë. Qa po ta mërmenja për sta fëmijët shtu që përriten me tona të mira, për shembull, a pe kanë të njëjtin respekt që e keni pas ju për vjetrit ata? Ja, jo, nuk e kanë. Edhe pse i kanë ndoshta krejt? Ja, kanë lujt. Ja, sanët nuk janë. Po thu? Ja, nuk është. Pe fëminis tonë, qa mërmenja? Na si fëmijë, na jemi konë 60 antarë të kallëzua pak më herët. 20 nxënësa janë konë për që aty në 60 antarë. Po kemi pas respekt për moshurat. Kemi me ne ot kemi nejt, se ot këtu nërë ka pas. Me ne ot kemi nejt, që aty kemi hangër, që aty kemi pi. Po kemi respektu të moshurit. Ma shumë se sot nështë, Ma shumë. Kemi pas respekt, ko ka hi dikush, jemi qunë kam. Apo ngallëzon për shembull çu keni kalu kohën ju si fëmijë, a ka dallim pej fëmijëve sot që rrinë ndoshta veç në telefon? Na i loj diçka interesante, Po jo, atëherë telefone s'ka pas. Po. Lojna s'kemi pas. Na ma shumë gati mi mirë me punë. Po. Kemi dal me kasit, kemi dal me prashit, kemi dal punë fushës. Si mi jek shkollës, kemi ardhur shtëpi, kemi hangër pak bok, edhe jemi mkuadru, mi jeni mu prindve. Sa të s'ka ashtu. Qa po duken fëmija se da, a kanë qatë respekt për prind, që keni posi jo? Jo, vallaj, se kanë. Nuk e kanë. Qka kanë diku? Sot gjithë ditën në fëmijë, gjithë ditën, si të shuhet për shkollë, gjithë ditën që shtu telefon, gjithë ditën me kryen telefon as fol me ty. A një familje me shku t'i shkon edhe mësafer dikun. Këtë në telefon të nejtë. Por as ka pas shumë. A pi pengon që ke sjellje? Po, qysh të pengon? Çdo sen do të me pas kufizimin. Do të më ditë kur bëhet ballë. Me pas një orar caktuar. Edhe fëmija, me shku në shkollë. Nuk jam për mos me në telefon, mos me mirë me telefon, do të më mirë me telefon, shoqër Zoti që na ka dhënë këto kushte. Po, deri kon bile. Me një orë me mësu, një orë më mirë me telefon, një orë më mirë me bab me non, një orë më mirë me këshi, me antar të tjerë. Po jo. Ta që keni jetu 60 antarë në një familje. Po. Kush u koni zotë i shpisë atër? Unë kom pas, i kena pas miqën, një qamilje dhe gjemolje. Po. Dhe vllaznijata. Miqja u koni zotë i shpisë, a? Po. A i keni respektu? Po, marrë qysh jo. Baba jam, edhe ato kushërit e vetë, krejt rrëgat i kanë mledh dhe kanë dhonë ati. Se kona për puna në Shkope, ku janë konë. Në fund, ku ka orë muji, shka o mledh, që kanë punu, ja kanë dhënë porët atina, ja kanë dërzu. Tani, aj ka ditë me menagju se shka kemi prioritet për me punu. Se na jemi konë fshatin Bornek atje, fe Bornikit, po do shtë me blek të vene këto. Kemi blek të vene këto. Edhe tani kemi orë, kada alto do. Edhe qështu. Jem bo shpia shumë. Jem bo shpia. Sa jemi, për një shpije, sa jemi 18 shpije. 18 shpije. Po. Plus të kënë atje mbore e kemi krejt. Po. A jetohet tash atje, për shembull ku jeni ko, a jenë dalë krejt për jetu? Atje për momentin nuk janë konë kushtet. Po shteti tash ka investu, ka qelë rrugën. Për Prishtinës Bornik,
pe Goçkës në Bornik, i ka asfaltu atë rrugë, Po. edhe ne jotën e asfaltu pe aty deri te prona tona dhe është mirë aty tash. Aty tash veç njerëz kanë nis tu punu, tu marru, Po, tu tu ndërtu diçka, por një jetë pak më të mirë me pushu, se atje me pushu është shumë mirë. Po. Edhe me punu, tokën e kena. Çka mund më pe qasoj kohës për shembull kur keni jetu gjatë antar? Sa vjeç je kohë atë? Unë jam kon 7 vjet. A ka pas knatësi që ashtu me jetu bashkë? Pak knatësie. Pse? Se arrët, se neshmi deri në 2 natës, atëherë televizor s'ka pas. Po. Na s'kemi pas. Deri në 2 natës, dikush të bë detyra, dikush të pushu, dikush të lujshmi dëgërgjek, lujshmi Po. lojna të ndryshme. Kështu të nesrit u qeshmi se mi kon 20 fëmijë. Dikush shkojnë frezaj në shkollë, dikush shkojnë në pleshin, dikush do janë kon patën me talon Bornik, në Zhancë, qështu. Ta që 20 në zonë sa e një kove shpej shpisë ti. 20. A mu i kemi adalë për shembull i zoti shpisë ju najt gati për shembull për shkollë, Po për jo, kon shumë problem. Me një këmi shkeshmi 2 vetë. Arka i paradite, e jadon ke këti mazdite. Edhe general, o që përposhin generatat. Libra, fletore, këta, sa kemi mund. Shtë ka pak. A vishin mësafir shumë për shembull me ne. Po, mërë mësafir që shja, po mësafir. A i respektojshit po? Ha, mësafir. Ko arke mësafiri, te njët natës na keq që të nishmi. Të këshyrë, të ngu, se na s'falshmi. Jo si fëmijë s'falsh. Ja, s'falshmi. Na vish ngreshmi. Po. A u knaqi që ashtu të ngu atë llofe? Ha. Atër më duket kanë jetë mësafir të dhe më shumë. Po, më të thonë drejten, ato kur rrishin ma shumë, ne kemi pasu edhe si veçallek, ato në shkeshin nëd. Po. E na, ne minja pak, Po, ma onash. ma unë nash rrishmi se o desh kemi përgatit për nesit për shkollë, se ato s'kishin me shku shkollë. Po. Jo keni vazë më qohi. Po, na herët më qu. Qa mund men pe qësoj periudës kur vishin mësafir, o më lërshën në shtë dhe këj shia atë me najt me të, naj loj, diçka, qysh e ka lejke koha për shembull natën zakonisht. Po, natën unë, se tani unë, kuj kum bo 10 vjetë, unë jam marrë këtu më herët. Po. I më jorë këtu një 10 vetë. Po. Edhe atë të tjertë kanë ne tapet në Bornik, kanë vazhdu. E nuk më karo mu fort, mu mirë me asi. E shkollimin pasaj a vazhdove? Po, nuk më vazhdu këtu në Zaskak. Po. Dhe në tetën. Sa vjetë shkollim? Dhe në tetën. Të mesme në këmë kry në Ferizaj. Qështu. A e ka ishtë në zonë si mira? Mesator. Mesator. A i respektojshim mësusat më shumë atër? Po, ka pas disiplin fort. Tash apo respektojshim? Me mungu s'ke vërtu kur dush. Po. Ja, me njerë. O dhe shke prindi me orë më arë si tu, për shka. Tash një javë nuk shkën kur se ban tërë, pse sot të shku. A nështë apo mungën pak edhe respekti? Respekti, edukat ka pas ma të madhe se për para se tash. Tash s'ka o. Tash s'ki drejt me full, s'ki drejt me re, s'ki drejt me një thu për mjallon, s'kes. Apo edukohen që shtu ma mira? Jo, dësene. Dësene janë ka shkoj shumë keq. Po. Për shembull, mësusat atër ju kanë mësu dhe prind që shme i respektu, ju kanë full në shtë normal, ja. Kemi pas një orë ekstra për qëta sene. Apo? Po. Qësh mu respektu, o konë qësh mu pastru, qësh me mojt higjenën në shpejt, qësh me mojt kret. Edukat. Qëta e ke pas ti një orë. Tash. Svedi tash. E që kanë sëshë ato pak ma shumë në shta, qëfar lëndë u konë? O konë lënda ambisnijës. Po. Qaja. Lënda ambisnijës, tani qatë lënda në ambisnijës, shumë sene hinshin atë. Edukata familjare, Po. edukata për Po, tani mësos të shfrytëzojshin një 10 minuta, a 15 minuta, veç për që ta më na folë, për familje, që shmësil. Edhe i gjenin që me mojtë, se për pora konë i gjenin shumë shtirë me mojtë. Ta shë letë. Këtë kushtet janë. A për pora se janë kushtet. Që ta?
sa tani vazhdove shkollimin e kryve dhe të mesmen, E të mesme në Ferizaj. Tani u regjistrova në fakultet këtu në Gjilan, si në klasur, shpërthyn demonstratat, në situatar ke përdi të kesu, edhe së në vazhdove më merë të shtu. Atëherë dhëran që ndërpreju fakultetin, a ka pos dëshirë më shku? Po kushtet si ishin. Ta që demonstratat i kanë penguar. Po demonstratat të majtën këtu në Ferizaj, dërshimet kushtetuese që u banë. Aty demonstrata. Mua edhe një qëtu një këjshi, një fasali Asmonit. Na marrën. O mund një 2 net majtën, ti salit një muja dhe në burg. Edhe nuk. Po. A keni marrë pjesë në demonstrata? Po. A keni pas nëjë parull diçka qysh ju keni pri demonstrata, që mund me në pe asoj kohë? Po, farulla kryesore o kanë lidhe me ndryshimet kushtetuese. Azem Lasi ka qusha qëta. Aty nuk u këqyrke, kush ka mujtë u qu. Ferizaj o kanë shumë i organizu. Qysh ju morën juve? Na morën në rrugë, kanë zonjën të kapshin. A ju maltretuna na i sena? Qka mund? Po, më na maltretu po shka me bon tash. Ty thët kanë mojt 2 net, a? Mu vish 2 net majten. Ato një muj, atë këshijen. Shu, edhe e konë gjenerat e jenë. Sa vjeq e konë atër? Po, janë konë 35. A ju maltreteshin kështu me fjala, me dhunë? Ja, ka pasë dhunë atëret. Ju kanë reja? Po, tani vazhdum tani pena dhejtës, ma, se ta të ndryshoj këtë ndryshe. Apo na flet pak për shembull para demonstratave ti e kon i martuar apo? Po. Apo na flet pak për martesën për shembull. Çu shkon martesa jote? A ka dallim prej sot martesat që e mbon aty? Ka dallim. Ka dallim edhe të madh. Ekstrem. A është nështë ma mirë atëherë aq tash? Ja, ma mirë është tash. Po atëherë të ko mirë. Atëherë ko mirë. Qysh je martuti me mësit? Po. Qashtu ko. Ku atëherë. A e mon men qysh rën kontakt me mësit e qysh tregun? Po, na mas pari, unë njoftu me qikë. Po. Tane, u deshke me e gjithë dikan, mja qu. Gjeja kështë se mësit e anë qështë. Ti e ke po ma herët? Po. Tani qysh erdhë puna e martesës? Puna valla po duhet me a gjithë migjen, me a qu, se migja vendos, qështu. Migjes, a? Po, edhe migje se ram kontak, ja qu një njeri. Edhe krypën. Cila është nashta ma e mirë të martesa, për shembull? Atëherë qysh e ke botja sa? Po, sa do mirë. Se që kjo ku është? Po, njerëz kanë ndryshu, se do mirë. Veç duhet me pas respekti mungon. Dhe dija njerëzve mungon. Se për pak po prishin, po dohen. Atëherë so bo kjo, kur s'ka ndodhur. Atëherë kur u boni ndarje më duket u më rresh në krejt katun ose në krejt çfarë. Po çështo ka po, çështo janë konë. Pse e ndo atëherë për shembull, cilat janë arsyet që i ndo për shembull në shit të ri? Valla unë nuk disha më thon për kësi. E sot për shembull çapo më nën për sot? Çka po ndikon që po ndohen? Për shembull, çka shpejt. Pas kushtet janë më të mira pastaj. Ata s'kemi pas vakt me menu për kësi sene. Po, punë, shkollë, shtëpi, ose Lazdrohen nashta pe kushtet. Pe kushtet, po te kushtet. Shumë të mira, në ekstrem janë kushtet. A është respekti njëjtë për shembull për si burri me gruan që kanë tash edhe si atëherë të shukën? Po, të na është. A, dikun s'pishona. Që ka. S'po ka mo gruaja respekt që shdo Ja. pas me i lëgurgur. Qka po ndikon ato kjo? Kush po i vjen dhe i gjithë shkollë? Po, vjen se tepër jemi liru. Tepër jemi liru, tepër jemi zdish më thonë.
si familje, tepër nuk po di ç'është më të shpreh këtë. Për trit, çka po mendon? Trit, apo kanë perspektivë sot? Po, perspektivën e kanë shumë mirë. Me qa dojnë? Për shkollim, për punë, për kretë, me dalë jashtë, kur duhet, kur sot në. Që ta si ke pas për porë. Po ikin shumë për ta. Po ikin. Po ikin për ditë veç kur të njësh i hecik. Shkoje. Shumë vjen zbrozë dhe katunet. Po, katunat, po. Kja katuni ju shumë kanë ecë, shumë kanë shku. Shka është diçka interesant, një fenomen që njerëzit janë punë, pëlqejnë punën edhe po hecin, që kesh ka me bon. Se dikush që on pa punë do të më arsytu, on pa punë po lyp diçka, mja bo një qare vetës, dosht. Që të në me punë s'u kuptoj. Ndoshta i kopohet pak edhe qeveria për krijimin e kushteve për trit, po ikin për ditë. Po, shteti ka faj, se shteti nuk ka bon për rini fort, për lidhe me punësim. Edhe në pa që bon diçka me punësim, ka shku, aja kam temin, aja kam kënej, për që ta, diqysh. Nuk i kanë shti në rend që është lypet. Çka ju kështë thonë trive për fond, për shembull, a me jetu në Kosovë? Po, kusht punët me qëndru ma mirë se në Kosovë s'ka kërkon. A kem rini punëtore? A ka Po, ka. Rinien që ka Kosova, ka kurse ka. Na dhe për qëtoj kemi edhe në zarë, kemi luftu, jemi shliru, për që ditë zëdit, për që të rinit zëdit. A ju kështë thonë që me u këthy në vend edhe aty në që ka janë? Pa tash, apeli jam edhe me bon apel, mo kjo është bo si trend, ka hi si trend, mo nuk po vlenë. Hes se merë kush parasysh këtë punë. Veç është me gjithë një vizë e me hecë. Nashta dhe qeveria pak me ndru ose me ndru politikë. Po, qeveria me mujtë me ndru. Po, qeveria sot të mujtë me ndru, po që problem është shumë. Besoj që ky problem që nga ka orë tash, puna e emigrimit, asë në kohën e përpora nuk o konë sa në shtash, a keqë. Se përpora ka dollë njën për një shpije. Tash po del kretë komplet, me familje, me ketë, me fmi. Edhe pjam në ndrynin, që kjo mas keqë, që shka mi bon. Apo ndikon kjo për shembull edhe te ju të vjetrit pak për shembull se nuk është lehtë me po djalin ose dikon të ri që po del. Po ndikon, qysh ndikon? Ndikon që i ki shpijat, i shpijat ketë mshel janë. Ketë mshel. Po. Ose o një plak rre, e një plak, s'ka tjetër kush, se kanë hecë. Tanë edhe pa asimilohen atje. Po. Atash atje tjetë mo, se atje nuk është suko këto që këqyrin ta edukoj fëmijën, ta arsimoj, atje veç punë, shpe, edhe këqyr me njerë me shti dikon me morë nej pore, nej diçka me morë. Si interesën për shkollë për diçka. Këto tjetër sen. Tu i ki rejti. Pa, ketë.